hapëm diskutimin për përgatitje të zgjedhjeve nacionale, siç e dini parti e madhe, në organizim të madh në Kosovë dhe në Mërgat, folëm për organizimin e tekëve, të nëndekëve, për listën e kandidatëve për deputet, dhe folëm për çështjet e bashkëpunimeve me aktorë të ndryshëm politik në vend. Te çështja e kandidatit të DDK-s për kryeministër, ndonse e hapa diskutimin, nuk zgjati shumë, ishte diskutim i shkurt. Kryesia e DDK-s e konsideron se përveç kryetar partie nuk ka nevojë të ketë kandidat tjetër për kryeministër, prandaj më nominoi si propozim për këshillin e përgjithshëm që të jenë kandidat për kryeministër nga radhë të DDK-s. Në këtë pikë unë mora autorizimet që më takojnë dhe si kryetar, por i konfirmova këto autorizime që të përfiloj listën, po që ardhë dorë nga drejta ime për të bërë renditjen e listës, pra kur të bëhet renditja, ta keni qartë se do të jetë një grup më i madh njerëzve që bën renditjen, në mënyrë që mos të ketë pakëndësi se kush u përpara, kush më brapa. Dhe diskutuam edhe për çështje tjera se për këtë bashkëpunimeve me aktorë të ndryshëm politik. Fjalën kam edhe për turjet e reja brenda LDK-s, por edhe për përfshirjen brenda listës së LDK-s me aktorë të tjerë. Themi se LDK-ja ka vendosur sot në kryesi që në këtë garë do të garojë vetëm, pra vetëm si LDK, por që brenda listës së LDK-s do të zhvillojë diskutime me potencialisht individ aktorë besa dhe parti politike që mund të jenë pjesë e listës së LDK-s. Por gjitha diskutime që kemi pasur vetëm tani në këtë vendim të kryesisë kanë hapur rrugë që të përfshihen në një listë të madhe përbashkuese të LDK-s në këtë garë nacionale, dhe besoj që ky momentum i mirë i lidhjes sonë do të shërbej për afrim të tjerëve në një listë të bashkë. Prandaj nga mbledhja e kryesisë, unë si kandidat për kryeministër, i nominuar nga kryesia e LDK-s, shtroj ftesën e përbashkimit për gjitha partitë e tjera që duan dhe do të garojnë brenda listës së lidhjes në Kosovë. Kujdeset që një pjesë të listës së vet ta hap për partitë të tjera, përfshirë dhe zotin Limaj me deputetët e vet. Për këtë çështje do zhvillojmë bisedime në ditën e vijim, por le të themi se kemi gatishmëri. Siç kemi gatishmëri edhe për partitë të tjera, Demokristjanët, Partinë e Drejtësisë, Aleancën e zotit Pacolli, i cili mos është aktiv në detyrë, por që me cilin kemi pas bashkëpunim të mirë. Pra, ne jemi të hapur dhe për parti, por dhe për individ. Pra, dhe individ që dojnë garojnë në listën e LDK-s, duke ngritur LDK-n, ta ngrisë një alternativë kundrejt populizmit me të cilën po përballemi gjithë.